General Fadil Limoni ka qenë ndër bashkëlidhëtarët më të devotshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të ushtrisë shqiptare kombëtare. Me General Fadil Limonin jam njoft në luftën Kosovë, kem qenë në përbeteja bashkë. Gjithashtu kur u thirr pushtimi për luftë në Maqedoni, me ndihmë vllazin ton, unë personalisht me shumë shok kemi shku në ndihmë vllazin në zonën e Karadakut. Jem kënar se jam bashkëpunëtar i tij edhe Kosovë edhe Maqedoni. Fadili ka qenë djalë se gjithmonë u kon diçka si duhet më bë. Nuk ka pas diçka se nuk bëhet. Edhe u kon i urrëfys shumë, na ka dhënë moral, na ka dhënë karakter, kënë dje humbjet madhe për ta. Fadili ka qenë një shtrimtar vërtet, një general i vërtet. Fadilin e kena pas pres disa herë edhe në gjatë furnizimit armatimit për luftën e Kosovës. Ashtu ka marrë pjesë për shlerimin e përshevës Luginës, po edhe në Maqedoni. Fadil Limoni dhe familja e tij gjithë janë një familje, tamam familje shqiptare, atletare. Generali Fadil Limonaj ka qenë një figurë shumë i zoti që ka dhënë vepra historike për çështjen kombëtare shqiptare. Me Fadilin kom qenë edhe në ushtrinë shqiptare të Kosovës, kom pas rrugtim edhe në Shqipëni me ta, në vitin 1998, edhe në vitin 2001 kom qenë pjesëtar i njësisë speciale Skënderbeu, në ushtrinë shqiptare të kombëtare shqiptare atje. Në zonën e Karadakut kom pas nderin të jem ushtarak e tina edhe pjesëtar i ushtrisë shqiptare kombëtare.